Hetimet për atentatën e ndodhur në zonën e Irinasit që thronditi opinionin publik për shkak të rrezikshmërisë dhe ekzekutimit në mes të ditës, ka kaluar tashmë në duart e SPAK-ut. Pas verifikimeve të kryera, Prokuria e Tiranës arriti në përfundimin se çështja i kalon kompetencat e saj, pasi ekzistojnë dyshime të forta se krimi është organizuar dhe realizuar nga një strukturë kriminale. Ngjarja e rëndur regjistrua në 11 nëntor 2025 pranë rreth rrotullimit të Irinasit në një orar me lëvizje të dendur, automjetesh dhe qytetarësh. Se resulmit ishte Gilman Dodani, i njohur si bashkëpunëtor i afërt i Emiliano Shullazit, i cili humbi jetën në vend si pasojë të shtonave marrë zjarri. Së bashku me të udhtonte edhe Muçi Shaliani, agenti i AMP-s i njohur ndryshe me Nofkon Sheqeri, i cili mbeti plagosur rënd dhe ndroi jetë 4 ditë më vonë në spital. Sipas të dhënave hetimore, 2 viktimat sapo kishin zbritur në aeroport dhe boltonin drejt Tiranës kur u zu në prit. Autorët hapën zjarr me armë automatike duke krijuar panikë dhe duke rrezikuar dhe jetën e kalimtarëve të rastësishëm. Për të siguruar për eliminimin e shenjestrës, sulmuesit ju afruan automjetit dhe qëlluan nga një distancë më e afërt. Pas ekzekutimit, ata u larguan me shpejtësi në drejtim të fushkrujës, ku dyshohet se dogjën mjetin e përdorur për krimin pranë fshatit Halil në përpjekje për të zhdukur gjurmët. Me kalimin e dosjes në SPAK, hetimet pritet të përqendrohen në identifikimin e autorëve, zbardhjen e motivit dhe lidhjen e mundshme me aktivitetin e grupit kriminal, duke e trajtuar çështjen si një episod të krimit të organizuar me rrezikshmëri të lartë.